Dita të gjithëve, ndërhyrje gjenetike njerëzore të njerëzve, por kryesisht të fëmijëve. Tani, ato që kanë dalë nga fajlet e Epsteinit, tregohet që janë të vërteta, por kur i thoshim ne në emisionet tona, dukeshin si teori konspirative. E mbani mend emisionin që kemi folur për hermafroditët? Shikojeni, në vitin 2013 e kemi thënë, ose e kam thënë dhe kam shkruar. Shikoni, se po ndodh diçka në gjenetikën e njerëzve, po ndryshojnë gjenetikën e njerëzve nuk e di se si. Disa thonë nëpërmjet ushqimit, disa të tjerë thonë nëpërmjet ajrit, ne nuk e dim. Megjithatë, ato që kanë zbuluar sot në fajlet e Epsteinit janë vërtet njerëzore. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Kush nga ju nuk e ka parë, kanë dalë disa fajle tani të Epsteinit së bashku që ka folur së bashku me një biolog i quajtur Robert Travis. Dhe i thoshte këtij biologu se si duhet të ndryshonin gjenetikën, pra hormonet e fëmijëve, por meshkujve, jo femrave, sepse femrat nuk dalin ashtu siç duhet, por meshkujt. Pra le të ndryshojnë gjenetikën, ose më mirë hormonet në mënyrë gjenetike të vegjëlve që të duken më shumë femra, të duken si femra, sepse kanë më shumë avantazhe. Pra, kjo është ajo çfarë ka dalë në fajlet e Epsteinit, por e përsëris edhe një herë, në vitin 2013 e kisha përgatitur me kohë, që në vitin 2010-2011 këtë përmbledhje, flisja se si të rinj, pra çuna të rinj, në të moshës 8, 9 vjeç, 11 vjeç, i kanë lindur me gjoks, tamam si femra. Po, quhet ginekomastia, por në të vërtet nuk është një çrregullim, siç e quan shkenca, sepse le t'i themi haptazi, dreqi e mori, sepse nuk ngurojmë që të themi haptazi gjëra, sepse dikush thotë që nuk je grada, dikush thotë që nuk je profesor, doktor apo ku ta di unë. Ne secili prej nesh ka të drejtë që të flasi për një argument të tillë, sepse prek të gjithë fëmijët tanë, prek familjet tona, është merr që ta mendosh, është merr. Nuk e di pse, por kanë vendosur që të ndryshojnë gjenetikën e njerëzit. Nëse e keni vënë re që kur që ka filluar prej kohësh që thonë nëpër rrjetet sociale apo ku ta di unë, që mund të ndryshohet mënyra e të sjellurit të rinjve. Pra, kryesisht e kanë fjalën për çunat e rinj. Dhe gocat, por kryesisht për çunat. Pse lind pyetja, për çfarë arsye? Dhe tani marrëdhëniet dhe ato që nuk mund t'i themi emrin, janë bërë të hapta gjithandej. Bile do t'ju them, është vendosur edhe në përshkolla, që ju mësojnë fëmijëve në përshkolla, edhe adoleshent, u mësojnë se si duhet të bëjnë marrëdhënie, si duhet të kenë, çfarë janë këto budallëqëm. Ose edhe disa ligje të tjera që janë njerëzore për të ndryshuar gjenetikën e njeriu, sepse e gjithë kjo bëhet pikërisht për këtë. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, a keni dëgjuar për këto gjëra? A i keni parë këto gjëra? A e dini se brenda familjeve të gjithëve, tashmë edhe në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mallzi, ndodhin këto dhe njerëzit mendojnë se janë çrregullime të natyrës, nuk janë çrregullime të natyrës, sepse ka filluar që pas vitit 2000. Janë çrregullime hormonale të detyruara, për mendimin tim. Pra, këtu në fajlet e Epsteinit, për ata që nuk e din, ai i tregonte, Epsteini i kërkonte këtij biologut, Robert Travisit, i kërkonte se si mund të ndryshonte hormonet e fëmijëve të rinj, pra të adoleshentëve. Duke filluar, pra që të vegjël, që të moshës 8-9 vjeç, nuk e di i pat apo jo, por disa flasin edhe në për këto fajle, flasin dhe se si disa prej tyre kanë humbur jetën të këtyre fëmijëve. Dhe se si këta thoshin, po mirë, po tjetë kështu që është keq, ta heqim qafe. Shiko, kanë dalë disa gjëra të tmerrshme në këto fajlet. Dhe mendimi im është ky. Nuk është ai i Epsteinit se si ishte Epsteini, nëse ishte një pedo apo jo. Por e rëndësishme është që këtu del nga të gjitha këto fajlet që ai mund të ketë qenë një, ose mund të ketë qenë një spiun, ose një, si mund të quhet, një dikush që kishte vendosur të bënte diçka të tillë. Shiko, avioni i Epsteinit ishte ulur edhe në Tiranë, të paktën këto tregohet sipas
lajmeve dhe sipas disa të dhënave, pra Epsteini ka patur lidhje edhe me Shqipërinë. Dhe ka patur jo vetëm marrëdhënie në Shqipëri, por mund të ketë patur dhe lidhje me personazh të ndryshëm në Shqipëri. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse nëse ka qenë në Shqipëri, atëherë ka qenë dhe në Kosovë, Maqedoni, Mardzi. Atëherë çfarë ka ndodhur me të? Kjo më bën të mendoj që ai ka patur një projekt. Pra projekti ka qenë pikërisht tek fëmijët. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Këtu bëhet fjalë vetëm për fëmijë, pra në të gjitha fajlet e tij bëhet fjalë vetëm për fëmijë. Dhe projekti i tij nuk ka qenë vetëm ai që t'u çonte atyre që t'i joshte politikanët, por ka qenë edhe për t'i detyruar që të ndryshojnë. Pra të ndryshojë brezi i ri, të ndryshojë në mendim për sa i përket marrëdhënieve. Marrëdhënie e dini për çfarë. Dhe pyetja është, pse? Pra pse këto gjenetikisht duhet të bëheshin edhe këto, ose duhet të bëhen këto ndërhyrje. Pra ato që fritet në fajlet, por unë do t'ju them edhe disa ndërhyrje që mund t'jenë bërë edhe vazhdojnë që të bëhen dhe nëpërmjet ushqimeve, nëpërmjet gjilpërave, apo ku ta di unë. Sepse është shtuar, ka qenë 2%, po tani është shtuar pothuajse në 3%. Pra këta fëmijët e rinj, pra meshkujt kryesisht, kanë ndryshuar gjenetikisht, hormonet e tyre, nuk kanë më qime në fytyrë, janë rritur këto gjokset, që thon këta është çrregullimi gjinikomastia, kanë organe të dobta, nuk mund të lindin njerëz, nuk mund të lindin fëmijë, njerëzit nuk mund të lindin. Dhe pyetja është, çfarë po ndodh? Pse e bëjnë këtë? Për çfarë arsye? Unë do të dëshiroja që të isha më i drejt për drejt, sepse vetëm një zë i vetëm nuk ka çfarë bën. Por do të dëshiroja që të ishim të gjithë bashkë, sepse secili prej nesh, të gjithë zërat së bashku diçka bëjnë. I vetëm nuk kam ku shkoj, nuk kam çfarë bëj. Bile kam frikë shpeshherë sepse thon pse flet kështu, pse flet ashtu, sepse nuk mund të flasësh dot, sepse duhet që të kesh grada. Me fjalë, kështu të thot shoqëria dhe të thot ligji, por në të vërtet ne kemi të drejtën që të flasim, sepse prek secili prej nesh. Fëmia nuk është i shtetit, fëmia është imi, fëmia është yti, janë fëmijët tanë, i kemi lindur ne. Dhe shteti nuk ka asnjë të drejtë. Me fjalë, ka të drejtë që të vërligjë si të doj për të prodhuar, por jo që të kontrolloj dhe hormonet dhe gjenetikën e një fëmije. Pra, ky është mendimi im, megjithatë do të dëshiroj një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Shiko, është bërë një emision që kam thënë edhe një herë tjetër, një emision gjerman, pothuajse 2 orë gjysmë emision, unë e kam parë, e ka dhënë edhe Rai, pikërisht për këtë, pra gjinikomastia, dhe tregohet se si fëmijët e rinj, pra djemt, po ndryshojnë gjenetikisht në mënyrë të tmerrshme dhe po kalojnë në atë statusin, siç e kam thënë edhe në emisionin Enigma para disa viteve, si hermafrodit. Kush janë hermafroditët? Ata që nuk janë as meshkuj as femra, që rriten gjokset, pjesët intime bëhen të pavlera, edhe nëse i ka, ose janë pothuaj gjysmë femrore etj. Pse? Çfarë po ndodh? Megjithatë do dëshiroj një komentin tuaj. Secili të vlej një koment dhe ta shpërndaj këtë informacion. Ju faleminderit që jemi bashkë.